Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Argument kam ftuar ish-deputetin e Partisë Demokratike Ervin Saljanj, i cili është dalluar për krijimin e një fryme të re brenda Partisë Demokratike me të rinj në mënyrë që Partia Demokratike të ketë perspektivë. Zoti Saljanj, mirë se erdhët në televizionin e shqiptarëve të Amerikës. Mirë se u gjej dhe ju përshëndes, ju dhe gjithë teleshikuesve tuaj. Të gjithë shqiptarët diaspora janë të shqetësuar për zhvillimet në Shqipëri. Ju si antar, se unë kështu vazhdoj t'ju quaj pavarësisht deklaratave të bëra nga kryesia e PT-s, një i ri ish-deputet i cili lufton për integrimin sa më të mirë të rinjve në vendlindje. Si vlerësoni protestën e fundit të PD-s? Pa diskutim që unë vlerësoj çdo protestë dhe çdo pjesëmarrës në protestat e opozitës, sepse në Shqipëri ka 1 milion arsye për të protestuar dhe çdo protestues në kushtet e një regjimi dhe të një autokracie në cilën ndodhet Shqipëria sot është për të vlerësuar. Ndërkohë pastaj nga pikpamja e strategjisë politike që Partia Demokratike dhe leadershipi i Partisë Demokratike ka zgjedhur këtu, pastaj kam një lloj diferencë për shkak të paqartësisë. Pra, protesta nëse do të ishte vetëm si mesazh si reagim ndaj korrupsionit qeveritar dhe ndaj pengesës që bën Edi Rama drejtësisë, pa diskutim që do të ishte një protestë me mesazh. Ndërkohë që protesta që thërritet nga leadershipi i Partisë Demokratike, por që ndërkohë jemi të gjithë dhe bëjmë thirrje të gjithë për të protestuar kundër qeverisë dhe që mesazhin kryesor ka që do të largojmë Edi Ramën atë ditë që ndodh protesta dhe pastaj të nesërmen na ndodh që Edi Rama është prapë në zyrën e kryeministrisë, tregon një paqartësi që kam quajtur në të gjitha dimensionet një paqartësi strategjike të leadershipit të Partisë Demokratike për të mos e përdorur edhe në këtë rast protestën si një instrument presioni, por për të rritur edhe si instrument të luftës politike, për të futim, por rrit pritshmëritë në mënyrë dhe në përmasa të jashtëzakonshme dhe pastaj në fund nuk ndodh asnjë. Kjo duket sikur bëhen protesta me orar kinemaje, vazhdon filmi, mbaron filmi, protesta buron nga brenda, nuk mund të jetë për mendimin ton diçka e yshtur me orar të caktuar, me të njëjtët tematika dhe problematika, kur nga ana tjetër ti i jep mbështetje apo kërkon të bësh një qeveri teknike. Po si mund bëhet një qeveri teknike duke qenë Rama në pushtet pa miratimin e tij? Pa diskutim që protestat, po themi, me skenar, se që janë protestat e zhvilluara, si dhe protesta fundit, që janë të njëjtët folsa, e njëjta mënyrë dhe që ka një organizim që përcakton drejtimi i Partisë Demokratike se si do të marrin, nuk janë revolte. Për këtë arsye unë kam thënë që unë nuk jam për këtë formë proteste, por respektoj çdo protestues. Nëse ka revolt, duhet të ketë revolt. Nëse protesta kërkon të arrijë një qëllim caktuar, atëherë duhet të jetë pa kozgjatje dhe duhet të ketë masivitet tillë që të bëjë mundur, po themi, paralizimin e jetës politike. Ju e thonë në mënyrë metaforike si kinema, por ngjan ashtu dhe ky është problemi, prandaj unë mendoj që duhet gjendur dhe duhet gjenden forma më kreative. Ndërkohë që kjo punë e qeverisë teknike nuk duhet menduar mirë, sepse qeveria teknike në Shqipëri për shkak të eksperiencës hidhur të vitit 2017 shikohet më shumë si bashkëqeverisje. Dhe unë mendoj që Shqipëria ka nevojë për të bërë një reformim të plot kushtetues për të përcaktuar një qeveri tranzitore me rregulla të qarta ku Partia Demokratike ta ketë po themi të përcaktuar qartësisht pozicionin e saj dhe propozimin e saj për këtë çështje, Maqedonia e Veriut ka zgjidhur. Kështu që për çdo qeveri, jo vetëm për qeverinë e Edi Ramës, por për çdo qeveri që do të jetë në pushtet, disa muaj përpara zgjedhjeve, kryeministri, ministri i brendshëm dhe disa po themi ministri të tjera të cilat të bëjnë të mundur që zgjedhjet të jenë të çliruara nga presioni politik, të jenë të një profili të caktuar që mos jetë po themi kryeministri në detyrë. Kështu që këto janë të përcaktuar, se një nga problemet që është në protestë është që cili ishte mesazhi. Pra nëse kërkohet qeveria teknike,
atëherë nuk u arrit që të realizohej me këtë protestë. Nëse ka qenë si një instrument i një reagimi, pa diskutim pastaj që reagimi bëhet shumë mirë që bëhet, çdo qytetar që proteston bën shumë mirë. E kuptojnë reagimin, se reagimi duke parë edhe ato akuzat e SPAK-ut për anëtar të ndryshëm të qeverisë është i natyrshëm. Është i natyrshëm, po kërkon plane, pune, objektiva. Ne nuk shohim nga opozita, nga PD-ja, nuk shohim ende se si do veprohet për të përmirësuar, për të luftuar krimin, le të themi, si do veprohet për mëkëmbjen ekonomike, si do veprohet që mos përmbytet vendi në mënyrë katastrofike. Pra, kërkojnë objektiva të qarta. Këtë ne nuk e shohim nga partia, nga drejtuesit aktual Partisë Demokratike. Si mendoni ju? Çfarë mungon këtu? Për këtë arsye unë kam nisë një lëvizje për të takuar demokratët dhe për të diskutuar jo vetëm to, por edhe problematika tjera që kanë të bëjnë me mos funksionimin e demokracisë së brendshme në Partinë Demokratike dhe mos respektimin e votës së anëtarëve. Dhe për këtë arsye, apo disa prej elementeve që ju sapo i thatë, unë i kam thënë dhe i rithem që Partia Demokratike sot ende nuk ka një qëndrim të qartë se ndaj një element shumë të rëndësishëm në Shqipëri, që është reforma në drejtësi, pra paradite e shtan mbas dite e lavdron. Pra nuk ka qëndrime të qarta në raport me si do të shkojmë tek qeveria teknike, nëse kërkojmë qeverinë teknike, sepse leadershipi i Partisë Demokratike për 4 vite thotë që zgjedhje me Edi Ramën nuk do të ketë, dhe në fund të 4 vite pastaj marrin pjesë në zgjedhje dhe thonë gjatë 2 muajve të fushatës do ta mundi me Edi Ramën edhe kështu siç është. Të gjitha këto elementë që kanë të bëjnë me krijimin e një perceptimi që Partia Demokratike është e paqartë vetë se çfarë kërkon, se çfarë përfaqëson dhe se ku do të shkojë, ndikojnë pa diskutim pasaj në një demotivim të elektoratit së pari të votuesve të djathtë, por edhe të atyre që njihen si shtres agri apo të qytetarëve të tjerë cilët janë pa përfshirë politikisht, që nuk shohin te Partia Demokratike një qartësi se si ajo do të bëjt mundur ndryshimin në radhë parë, por në radhë të dytë që është e rëndësishme dhe alternativa qeverisë, se cilat janë piketat që Partia Demokratike do të bëjë ndryshe nga Edi Rama. Pa diskutim që retorika dhe denoncimi i skandaleve të qeverisë është i domosdoshëm, por është i pamjaftueshëm në vetvete për të arritur që Partia Demokratike të bëhet forcë fituese nëse nuk ndryshon të gjithë elementet tjerë që kanë të bëjnë me alternativën, me gjuhën tjetër politike, me përfaqësuesit të cilët duhet të ketë ndryshe, me bashkimin e Partisë Demokratike dhe pa diskutim pasaj me hapjen e Partisë Demokratike, ndaj të gjithë elementeve dhe profesionistëve që janë në Shqipëri, po e domosdoshme që të shohim edhe të përthithim pa diskutim njerëz cilët janë në diasporë të suksesshëm edhe përfaqësues, por që duhet përfshihen në Partinë Demokratike. Është domosdoshme duke qenë se Shqipëria, ju e dini që ka ngelur diku te 2 milion banorë sipas censusit të fundit, dhe është domosdoshëm që po themi diaspora e cila kontribon në mënyrë drejt për drejt, jo vetëm po themi ekonomikisht, por ndihmon edhe ka ndikim tek familjet që kanë në Shqipëri, por ka ndikim edhe për shkak të një botkuptimi tjetër, të bëhet pjesë e Partisë Demokratike, duke i ofruar nesër një pjesë të rëndësishme të dikastereve për qeverisur së bashku Shqipërinë. Ti ma more pyetjen që kisha, po unë do të theksoj. Mënyra se si u organizuan takimet me diasporën në prag të zgjedhjeve, pa marrë parasysh një mass media, siç është mass media jonë që ka mbulim në të gjithë Amerikën, pa marrë parasysh persona caktuar vetëm me grupe të vegjël miq e mbështetësish të PD-s, nuk realizohet një ndryshim themelor, jo vetëm me konceptin për të bërë ndryshim në qeverisje, por dhe me konceptin se si të angazhosh sa më shumë diasporën. Ne e kemi ndjerë këtë dhe më vjen mirë që ju e përmendet.